أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ورسولنا عليه أفضل الصلاة والتسليم وبعد. Falenderimet dhe lavdatat të takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit, furnizuesit, shpikësit kësaj gjëtësie, ndërsa përshëndetjet dhe selamet tona i dërgojmë pejgamberit tonë të dashur, Muhammedit alayhi salam, familjes së tij, shokëve dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër xhamatli dhe ju vëllezër dhe motra që na përcjellni përmes rrjeteve sociale apo platformave tjera, ju përshëndesim me përshëndetjen më të bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Inshallah ne pra do të flasim në dersin ton apo në ligjëratën ton për temën ndryshimi i zakoneve të këqija në Ramazan. Siç e dini të nderuar vëllezër, nga urtësitë e agjerimit është që ne të bëhemi njerëz më të devotshëm, më të edukuar, më të sjellshëm, më të pastër shpirtërisht, mirë po ja që ka nga agjeruesit, pa duke ditur se ne jemi njerëz dhe mund të gabojmë, pra edhe gjatë Ramazanit në vend që t'jenë ma durimtar, ma sabërli, ma bujar dhe shumë njerëz ma të plotësuar nga aspekti moral dhe fetar, ndoshta nga një herë i shfaqen disa zakone të këqija apo disa shprehi të këqija, pra edhe atëherë kur janë agjerueshëm. Parimisht ne shumë prej këtyne zakoneve të këqija apo shumë prej këtyne traditave të këqija i kemi të ndaluara edhe jashtë Ramazanit. Mirë po, kur jemi në Ramazan dhe kur jemi agjerueshëm, duhet pasur edhe ma shumë kujdes, sepse agjerimi jonë mund të mbetet mungu dhe si rezultati kësaj ne nuk mund të fitojmë atë shpërblimin e caktuar që është për agjeruesit. Pra ndër zakonet e këqija, ndër më të parat veçojmë përfshirja në fjalosje apo ofendim ndaj njerëzve të tjerë. Pra në vend se agjeruesit të bëjnë sabër, të bëjnë durim ndaj ngacmimeve të tjerëve, pra kemi prej të atillëve të cilën nga një herë, pra mezi nuk presin që të përfshihen në ndonjë fjalosje, pra me të tjerët. E kjo nuk është në rregull, kjo nuk është korrekt, duke u bazuar në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili thot: "Laysa as-siyamu min al-akli wash-shurbi, innama as-siyamu min al-lagwi war-rafati, fa in sabbaka ahadun aw jahila alayka, faqul inni sa'im." Nuk është agjerim të larguarit nga ushqimi dhe pija, por agjerim është largimi nga fjalët e kota dhe shprehit e këqija. Nëse ndodh që dikush të shan apo të ofendon, pra thuaj atij unë jam agjerueshëm, unë jam agjerueshëm. Pra mos ja kthe, mos e ofendo edhe ti, mos u përfshi pra në këto biseda të kota, por shiqo punën tënde dhe mundohu që t'jesh sa më durimtar dhe ta respektosh natyrën e agjerimit. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith tjetër thot: "Men lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajjatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk i braktis fjalët e kota dhe të vepruarit me to, Allahu xhaleshanuhu nuk ka nevojë që ai ta lën ushqimin dhe pijen. Pra ai i cili duke qenë agjerueshëm, pra nuk e ka dert dhe përfshihet në fjalët e kota, në bisedat e kota, pra ai mund të mos e ketë agjerimin e plot si duhet, apo mund të ketë humbur shumë prej shpërblimeve të agjerimit. Andaj ne si besimtar pra duhet jemi të kujdesshëm në këtë pikë
pra mos të bëjmë kësi gabimesh, sepse agjerimi jonë mund të cënohet apo mund të dëpsohet si pasojë e këtyre gjërave. Ne kemi edhe një hadith tjetër të pejgamberit alayhi salatu vesselam, i cili thot, ndodh që agjeruesi mos të përfitoj asgjë nga agjerimit i tij përveç se urisë dhe itjes. Andaj mos të jemi prej të tillëve. Pra mos të jemi prej kësaj kategorie që vetëm e kemi dënuar veten, pra duke larguar nga ushqimi dhe pija, e mos të kemi përfituar në aspekte tjera, pra duke u larguar nga ofendimi, nga sharjet dhe nga çdo shprehi dhe dukuri e keqe. Pastaj prej shprehive apo zakoneve të këqija në Ramazan është shfaqja e shpejt e hidhrimit. Ndonse edhe nga aspekti i mjekësisë, pra është vërtetuar se njeriu kur është agjerueshëm, kur është i uritur, ai ka prirje më tepër që të hidhrohet apo të nervozohet pra më shpejt. Mirë po, ne pra duhet gjithashtu, pra duke e analizuar dhe duke kuptuar se jemi duke bërë ibadet, jemi agjerueshëm, pra të mundohemi ta përmbajmë veten dhe mos të shfaqim hidhrim apo nervozë ndaj njerëzve të tjerë. Sepse pejgamberi alayhis salam në një rast pra e porositi një prej sahabive duke i thënë la taghdab, mos u hidhro. Pastaj ne duhet ta kujtojmë edhe hadithin tjetër të pejgamberit alayhis salatu vesselam, i cili thotë lejse shadidu bisur'ati innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Pra nuk është trim ai i cili fiton në mundje, por trim është ai i cili e përmban veten nga hidhrimi. Po ashtu prej zakoneve të këqija në Ramazan, pra konsiderohet edhe mos ruajtja e gjuhës nga disa prej shprehive të këqija që janë gibeti apo përgojimi, bartja e fjalëve apo edhe bisedat e kota. Për gjitha këto ka tekste të cilat i ndalojnë, qoftë nga Kurani i Kerimi, qoftë nga hadithet e pejgamberit alayhis salatu vesselam. Ne këto shprehi kemi të ndaluar edhe jashtë Ramazanit, ama kur i bëjmë duke qenë agjerueshëm, atëherë siç tham e cenojmë, domethënë agjerimin ton, apo mund të mos i kemi marrë sevapët dhe shpërblimet e agjerimit. Në lidhje me gibetin apo përgojimin, Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin e Kerim në kapitullin El-Hujurat thot: "Wala yaghtab ba'dukum ba'da", dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Pastaj alayhis salatu vesselam në lidhje me ata që bartin fjalë thot: "La yadkhulul jannata qattat", nuk ka për të hyrë në xhennet ai i cili bart fjalë apo bartësi fjalëve. Pastaj në lidhje me atë se ne si agjerues nuk duhet përfshihemi në bisedat e kota, sepse nganjëherë agjerimi pra na jep atë komoditetin, pra se gjejmë kohë të lirë, pra dhe në këtë kohë ne duke mos pasur çfarë të bëjmë, përfshihemi në bisedat e kota. Në lidhje me këtë, pejgamberi alayhis salatu vesselam na këshillon dhe thot: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw la yasmut." Kush e beson Allahun dhe e beson ditën e mbram, le të flet mirë ose le të hesht. Pra nëse nuk jenë gjendje që kime fol fjalë të mira, kime bo biseda të mira, kime zhvillue biseda të mira me shok, me misht, me familjar, pa atëherë ma mirë hesht mos fol hiq, pra të bilet pakten gjatë kohës kur jemi agjerueshëm, pra në mënyrë që të arrujmë agjerimin ton si duhet. Pastaj prej shprehive tjera apo prej zakoneve të këqija në Ramazan është teprimi në ushqim apo në grumbullimin e ushqimit të shumt në sofrat e iftarit dhe syfyrit. Pra është traditë të shumë prej agjeruesve, pra duke menduar se kanë agjeruar e janë uritur, pra në fund, pra në iftar grumbullojnë lloj-lloje të shumta të ushqimeve edhe në sasi të mëdha. Ato pastaj kuptohet se nuk mund të konsumohet i tërë ai ushqim. Pra ndoshta gjysma, ndoshta më tepër mbetet dhe askush nuk e shfrytëzon më atë. Çka bëjnë me këtë ushqim? E marrin pastaj dhe e gjujnë në shport. A është në rregull kjo sipas mësimeve islame?
pa dyshim se nuk është në rregull. Se Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin e Kerim thot: "Wala tubadhir tabdhira", dhe mos shpenzo tepër e pa rrugë, pra mos shpenzo kot. Pastaj nuk është zakon i keq vetëm grumbullimi shumë në sofrat e iftarit dhe syfyrit, por zakon i keq mund të konsiderohet tek agjerusit edhe ngrënia e tepërt në iftar dhe në syfyr. Pra dikush mendon se ka qenë agjerushëm tërë ditën, tashti duhet me hongër pa mos dhe dej ku shkon mo. Jo vëllezër, nuk është në rregull kjo, se Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin e Kerim na thot, pra na drejtohet dhe thot: "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dhe hani e pini, por mos e teproni, sepse Allahu xhaleshanuhu nuk i don ata të cilët e teprojnë. Pra ata të cilët nuk kujdesen dhe hanë shumë, qoftë në iftar, qoftë në syfyr, ata mund ta dëmtojnë shëndetin e tyre. Ekspertët edhe mjekët shpesh na këshillojnë dhe na thonë, pra keni kujdes nga ushqimi, mos hani tepër, sepse Zoti na ruaj dikush, pra hani iftar deri ku s'ka ku shkon më dhe pastaj buvaki pas një ore duhet me përfunduar në spital atje apo në emergjencë. E këto nuk e dëshirojmë asnjë prej neve, pra të mundohemi ta respektojmë këtë porosi kuranore, pra të ham me mos të caktuar edhe në iftar, të ham me mos të caktuar edhe në syfyr, pra mos ta teprojmë dhe kështu edhe ta ruajmë shëndetin ton, por edhe ta respektojmë një prej porosive nga ana e Allahut xhaleshanuhu. Pastaj prej zakoneve të këqija në Ramazan konsiderohet gjumi i tepërt. Ka prej agjeruzve të cilët nuk mujnë me imagjinue me mplak një ditë të tërë pa ngrënë dhe papir prej syfyrit edhe deri në iftar, dhe çfarë bëjnë? Pra zgjidhja vetme që ju shkon ndërmend është gjumi apo me flajt. Flajnë me orë të tëra gjatë ditës. A është në rregull kjo? Padyshim se nuk është në rregull. Sepse ata që flajnë gjatë tërë kohës, pra kur janë agjerushëm, ata nuk munden me shijue ëmbëlsinë e agjerimit në asnjë mënyrë. As mund me shijue sabrin, durimin, pa ngrënë dhe papir, as nuk mund me shijue shumë prej shpërblimeve tjera, pra ndoshta Zoti na ruaj ju ikin namazet pa u falur, mbesin pa lexuar Kur'an, mbesin pa dëgjuar sikurse tash ndonjë ligjëratë dobishme apo ndonjë ders, apo mbesin pa lexuar diçka nga literatura islame, pra shumë çka ju ik. Dhe çka në fund pra mbeten pa shpërbime të shumta, mbeten pa e shfrytzuar ditën e agjerimit. Pra duhet këtë traditë duhet larguar, këtë zakon të keq pra duhet larguar, e në veçanti kisha lutur disa prej të rinjeve, pra që mos veprojnë në këtë mënyrë, sepse kjo vjen ndesh me objektivat e agjerimit. Po ashtu prej zakoneve të këqija, pra mund të konsiderohet edhe mos zgjimin e syfyr. Ka shumë prej agjeruzve, apo disa prej agjeruzve, që për rrethona të ndryshme nuk zgjohen fare në syfyr. E që dihet se zgjuarja në syfyr, apo të ngrënia në syfyr, ka shumë bereqet të madh. Thot alayhi salatu wassalam: "Tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka." Hani syfyr, sepse vërtet në syfyr ka bereqet. E këtë bereqetin ulemaja, komentatorët e hadithit e kanë komentuar në këtë mënyrë. Pra ai i cili zgjohet dhe han syfyr, pra merr energji dhe pastaj gjatë tërë ditës pra është më aktiv, pra mund t'i kryej obligimet e Zotit xhaleshanuhu shumë me lehtësi, dhe po ashtu pra mund të jetë më i mirë edhe në kryerjen e punëve tjera të përditshme që i ka. Ndërsa ai i cili nuk zgjohet, pastaj tërë ditën ankohet, e shet lodhur, e shet raskapitur, e shet duke u ankuar se është i uritur apo i jetur e kështu me radhë. Andaj pra duhet larguar edhe këtë tradit apo këtë zakon. Pastaj ulemoja gjithashtu në lidhje me këtë hadith kanë thonë se zgjimin e syfyr jep një rast shtesë, një shans shtesë besimtarit që ai në atë kohë ta shfrytëzon
për istighfar, për lutje, për dua, e që dihet që kjo kohë është shumë e bereqetshme dhe është kohë në të cilën Zoti xhaleshanuhu e pranon istighfarin, e pranon pendimin prej besimtarëve, por edhe duat dhe lutjet që bëhen nga ta nuk i kthen prapa. Andaj i porosisim të rinjët, i porosisim të gjitha ata që kanë përtesë për më quhe në syfyr, pra të zgjohen në syfyr, të hanë qoftë edhe pak nga syfyri dhe të përgatiten që ditën e agjerimit të vazhdojnë me lehtësi, por edhe të kenë sevapë dhe shpëblime edhe të tjera. Pastaj prej zakoneve tjera të këqija në Ramazan, konsiderohet braktisja e veprave të mira në kahbesi i Ramazanit apo edhe ka fundi i Ramazanit. Ne si që peshohim të gjithë, pra është bërë tradit, që kur po fillon Ramazani, xhamati po vërshon nga të gjitha anët, po i mbush safat për namazin e taravive, për namazet ditore, po shohim edhe të atill që po lexojnë Kur'an gjithandej edhe në xhami, edhe në vendet e tjera. Mirë po është por që di vetëm pasi të kalojnë disa ditë nga Ramazani, pra me njëherë sheh që kanë filluar mu paksue safat në namazin e taravive, ndoshta edhe në namazet ditore, pastaj marrolli sheh duke lexuar Kur'an, e që kjo gjithashtu pra nuk është në rregull, pra ne duhet jemi prej atyre që në vazhdimsi e përcjellim këtë muaj të bekuar me vepra të mira, sepse edhe kamesi i muajit Ramazanit ka shpërblim, e në veçanti pra në 10 netët e fundit ne e dim se ato janë edhe më madhështore dhe se në mesin e tyre është nata e kadrit e për shpërblimin e së cilës e dim çdo njoni, andaj t'jemi të angazhuar gjatë gjithë Ramazanit, pra e mos ta bëjmë si zakon apo traditë e keqe që të angazhohemi veç në fillim të Ramazanit e pastaj me vonë të lodhemi dhe mos të vazhdojmë me punë dhe veprat e mira. Pastaj prej zakoneve të këqija konsiderohet humbja e kohës para ekraneve televizive, duke përcjell seriale me tema jo adekuate që vinë ndesh me natyrën e agjerimit. Pra muslimoni nuk ka kohë për të humbur. Muslimoni nuk bën diçka me thonë hajt vetëm ta kaloj kohën, ta mbys kohën veç duke bërë diçka. Jo, e në veçanti tash në Ramazan. Pra nuk ja vlen pakten e këtë muaj të bekuar të distancohemi totalisht nga këto seriale, nga këto gjëra që shpeshherë tematikat e tyre thrasin për degenerim e për shumë sa në tjera që vinë ndesh edhe me mësimet islame, pra në veçanti pra kur jemi agjerueshëm nuk ja vlen me humbur kohë, pra duke i përcjellur këto gjëra. Ndonse rinia jon tash nuk janë shumë të prirur të qëndrojnë pranë ekraneve televizive, por ata munden me qenë të dhënur në rrjetet sociale. Pra edhe qëndrimi i tepërt në rrjetet sociale gjatë tërë kohës, pra kur pa ndal, kur pa e largue apo pa i largu syt nga telefoni, pra edhe kjo nuk është në rregull, pra sidomos në këtë muaj të bekuar. Pra të mundohemi ta reduktojmë qëndrimin në rrjetet sociale, përveç se në ato gjëra që janë të dobishme, pra dhe kohën tjetër ta shfrytëzojmë edhe për ibadet, edhe për lexim të Kuranit, edhe për mësim, edhe për lexim të literaturës islame e për gjëra të dobishme. Pastaj prej shprehive apo zakoneve të këqija në Ramazan gjithashtu konsiderohet mosulja e shikimit. Kur jemi agjerueshëm, pa ne duhet ta dimë që ne duhet ta agjerojmë me tërë trupin ton, me tërë qenjen ton. Thot Allahu xhaleshanuhu në lidhje me këtë, pra ju drejtohet besimtarve, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Thua ju besimtarve ti ulen shikimet e tyre. Pra mos shiqojnë lart e poshtë kush po vjen, kush po shkon, kush është ajo e kush është kjo, por ti ta këshyrin punën e vet dhe mos të bojnë kësi veprime, sepse me kësi forme pra munden me dobësue agjerimin e tyre. Por jo vetëm për burra apo për gjinin mashkullore, po ne kemi këtë porosi kuranore edhe për gjinin tjetër. Thot Allahu xhaleshanuhu
wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dhe thuaju besimtareve të ndalin shikimet e tyre nga harami, pra edhe ato të kenë kujdes në uljen e shikimit të tyre, pra sidomos në këtë muaj të bekuar, në këtë muaj të Ramazanit. Pra të jemi sa më të përkushtuar, të jemi sa më të moralshëm, sa më të edukuar dhe sa më të kulturuar në mënyrë që agjerimi jonë të jetë në rregull dhe të jetë i plotë. Pastaj, përveç këtyre që i përmendëm nga zakonet e këqija në muajin e bekuar të Ramazanit, konsiderohet edhe pirja e dohanit. Kërkoj falje nëse ka nga dohanpirësit që ndihen siklet, mirë po përderisa prej ulemave dhe prej dietarëve e kanë përmendur këtë gjë si shprehi apo si zakon i keq në Ramazan, edhe ne jemi munduar që mos ta anashkalojmë. Pra ne jemi të vetëdijshëm se dohanpirësit gjatë kohës kur agjerojnë, ata normalisht nuk e konsumojnë dohanin. Mirë po, që nga koha e iftarit e deri në syfyr, ata nuk i ndohen fare. E kjo padyshim se është e rëndë për ta, sepse u dëmton shëndetin e tyre. Pra ne duhet jemi të vetëdijshëm se dohani nga aspekti fizik është apo shëndetësor është shumë i dëmshëm, nga aspekti fetar është shumë i urrejtur dhe nga aspekti material është shumë i kushtueshëm. Andaj ne duhet ta përcjellim këtë mesazh tek xhamati jon, tek besimtarët në përgjithësi, që ta shfrytëzojnë këtë muaj të bekuar të Ramazanit si shkaktar mu mundu me lënë dohanin totalisht. Pra duke filluar në mënyrë graduale. Pra përderisa gjatë ditës kur po jemi agjerueshëm, po kemi mundësi të qëndrojmë për disa orë pa dohan. Pra ta provojmë të qëndrojmë disa ditë pa të. Pastaj disa javë dhe më në fund t'i japim fund totalisht, dhe kështu edhe ta ruajmë shëndetin ton, edhe ta ruajmë xhepin ton, por edhe të jemi, domethënë, më të shëndetshëm dhe më besimtar, më të mirë dhe më devotshëm tek Allahu xhaleshanuhu. Pra dietarët ulemaja kanë përmend që është mirë me shfrytëzue, pra dohanpirësit këtë mundësi, se na siç e dimë dhe siç na kanë thonë shumë herë, dohanin e mësue me tazon me gjyshin apo me shokun e kështu me radhë, pra të mundohemi ta gjejmë, pra dohanpirësit që ata që e pinë, mundohen ta gjejnë një shok dhe të bëjnë marrëveshje me të, duke thënë eja me mua dhe sot po vendosëm inshallah pas Ramazanit, pe provojmë edhe për disa kohë, mo nuk pe dhezëm inshallah dën Zoti mose se pim fare hiç. Pastaj përveç kësaj, pra si zakon i keq apo si dukuri e keqe në Ramazan konsiderohet edhe bërja naze në ushqimet e iftarit dhe syfyrit, apo siç thot populli tek ne, me qit kajde në ushqime. Ne dim se sa lodhen nëna tona, motra tona, gra tona për ta përgatitur iftarin dhe syfyrin me kohë dhe për të na shtruar atë para neve. Andaj me fillua ne për çdo natë duke bërë naze, duke qit kajde, jo kjo s'po m'pëlqen, jo kjo nuk është në rregull, jo pse se ke bërë këtë lloj ushqimi, jo pse se ke bërë atë lloj ushqimi, pra kjo është vërtet e rëndë për tu. Është një demoralizim për tu. Andaj ne të kemi kujdes dhe ta praktikojmë traditën e pejgamberit alayhi salatu vesselam, i cili pra sa herë i servoi ushqim para vetes, pra ai nëse e pëlqente, hante prej atij ushqimi, por nëse nuk i pëlqente, e lente, por kur dhe asnjëherë nuk i bënte ndonjë problem familjes së tij. Pra kemi prej atyre që e veprojmë këtë mënyrë dhe praktikojmë një sunet të pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe i lëmë rahat familjet tona dhe kështu besoj fitojmë edhe sevape. Pastaj prej zakoneve të këqija në Ramazan gjithashtu konsiderohet kooperacia apo takmaqarllëku. Në vend se Ramazani apo agjerimi Ramazanit të shumë prej agjerueshve të sjell ndjenja dëmshurie, të sjell në shpirtin e tyre humanitetin, ka prej atyre që fare nuk mendojnë në lidhje me këtë çështje.
as mendojnë me shtrue ndonjë iftar për të afërm, apo për persona në nevojë, ndoshta s'ju shkon fare mendja as me dhon ndonjëherë ndonjë sadaka, pra me kontribua diçka, domethënë për të mirë, e kjo nuk është në rregull. Kjo nuk është në rregull dhe nuk vjen në përshtatshmëri me objektivat e agjerimit, sepse ne e dim që pejgamberi alayhi salatu vesselam, siç ka ardhur në këtë hadith, kana nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ka qenë pejgamberi alayhi salam ndër më bujarit, më gjëmertit ndër njerëzit. Mirë po, kur vinte Ramazani, pra ishte edhe më bujar, pra ndihmonte edhe më shumë. Andaj edhe ne të veprojmë kështu, duke ditur se në Ramazan sadakat tona kanë shpërblim edhe më të madh. Në një hadith tjetër ka ardhur afdalu sadaqa sadaqatun fi Ramadan. Sadakaja më e mirë, më e vlefshme është ajo e cila epet në muajin e bekuar të Ramazanit. Pra të jemi prej atyre që ndihmojmë, kontribuojmë në këtë muaj të bekuar, pra që përveç agjerimit të fitojmë shpërblime dhe sevape edhe me ndihmesat tjera tona. Dhe krejt në fund kisha dashur me përmend edhe një zakon i cili pra konsiderohet si zakon jo i mirë pra në këtë muaj të Ramazanit, e që është mos efikasiteti në punë. Pra ka disa prej agjerusve, apo po them një pjesë e konsiderueshme prej tyre, që gjatë kohës kur janë agjerueshëm, shfaqin mos efikasitet në punë. Pra paraqesin lodhje, paraqesin plagështi pra në vendet ku punojnë, qoftë në sektorin publik apo në sektorin privat. E kjo nuk është në rregull të veprohet kështu. Pra nuk duhet besimtarit ta shfrytëzoj këtë mundësi me thonë valla unë jam agjerueshëm e mos me bë punën ç'është duhet. Sepse pejgamberi alayhis salatu vesselam në hadith na ka mësue që nëse ndokush nga ju dëshiron me bë një punë, le ta përsos atë, le ta bëj atë si duhet. Andaj ne edhe pse gjejmë vështirësi gjatë kohës kur jemi agjerueshëm në punën tonë, ne përsëri pra duhet mundohemi të japim maksimumin që punë tona t'i bëjmë mirë, t'i bëjmë siç duhet, t'i përsosim ato në mënyrë që të kemi shpërblim para Zotit xhaleshanuhu dhe mos të dalim me një imazh të keq, domethënë para atyne punëdhënësve, para atyne që neve na kanë punësuar. Pra të jemi sa më aktiv dhe sa më të angazhuar, e inshallah dhe shpërblimi do të jetë më i madh. Dhe në fund pra nuk po e zgjas më tepër, vetëm se i lutemi Allahut xhaleshanuhu që të na pranoj agjerimin ton, pra të na bëj kabull, të na i pranoj të gjitha veprat tona, namazin, leximin e Kuranit, sadakat dhe gjitha punët e mira që i bëjmë vetëm për hir të Tij. Dhe në fund nuk themi tjetër veç se falënderimi qoftë Zotit e botrave, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.